përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Mani Report. Unë jam Genta Dobra dhe do t'jim së bashku në minutat në vijim, do të shohim së pari lajmet për te ekonomisë. Raporti I Bashkimit Evropian përmes Sigmas dhe OECD tregoi përmirësimet të Shqipërisë në prokurimet publike dhe rendit vendin ndër më të spikaturit në rajon. Sipas shefit të qeverisë, ky raport dhe këto të dhëna zyrtare bien ndesh me thashetemnajen për korrupsionin, duke theksuar se realiteti I shifrave tregon një situatë ndryshe nga çfarë paraqitet në gojën e retorikën e opozitës dhe mediave të saj. Si që kishte paralemëruar presidenti Trump, ushtria amerikane nis sot blokadën në Hormuz. Të gjitha anijet që hyjnë dhe dalin nga portet iraniane, si dhe ato që I paguajnë taks Iranit, do të goditen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa do të lejohen të kalojnë në ngushticë të gjitha anijet e tjera. Teherani thotë se afrimi I anijeve ushtarake në Hormuz do të përshkallëzojë më tej konfliktin. Mbyllet pas 16 vitesh në Hungari epoka e Viktor Orban. Ish kryeministri I ndarë mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë pranoi humbje në zgjedhjet e së dielës dhe tha se do t'i shërbej kombit nga opozita, ndërsa rivali I tij që fitoi zgjedhjet, Peter Magyar, tha para mbështetësve se Hungaria do të jetë sërish një aleate e fortë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pas rezultatit që përfaqëson një kthes të fortë pro-europiane, edhe në Bruksel ka optimizëm për ndryshim në politikat me Hungarinë. Donald Trump sulmon Papa Leonin 14 duke e quajtur njëri të dobët dhe të tmerrshëm në politikën e jashtme. Presidenti Amerikan tha se nuk mund të pranojë një pap që mendon se Irani mund të ketë armë bërthamore apo Venezuela mund të dërgojë drogë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Trump thotë se po të mos ishte ai në shtëpinë e bardhë, Papa Leoni nuk do të ishte në krye të Vatikanit. Kreu I Kishës Katolike në një reagim shpreu keqardhje për deklaratat e Trump, por theksoi se do të vazhdojë të bëjë ato që beson se është misioni I Kishës. Një ngjarje e pazakontë ndodhi në Fier, ku një person humbi jetën gjatë një tentative për vjedhje në një banese. Trupi I tij ka mbetur I bllokuar, I varur në dritare, ku është gjetur pa shenja jete nga personi që kujdesej për shtëpinë. Pronari I banesës ndodhej në Greqi. Viktima Ilir Zarka, 47 vjeç, sipas policisë dyshohet të ketë humbur jetën nga asfiksia. Thellimi I tensioneve pas dështimit të negociatave reflektoi rritjen e çmimit të naftës në bursa në mbi $100 për fuqi, duke rënduar edhe më tej krizën ekonomike që prodhoi luftë. Arizi u shtrenjtua përsëri në tregjet ndërkombëtare. Çmimi I naftës së papërpunuar Brent u rrit në bursa me 7.3% duke u shitur me $102.30, ndërkohë që gjatë fundjavës u tregtua vetëm me $95. Ky shtrenjtim erdhi pasi bisedimet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit përfunduan pa një marrëveshje të re dhe presidenti Donald Trump tha se do të bllokonte portet iraniane. Dështimi I negociatave në fundjavë ka ngritur shqetësime se kriza globale e energjisë do të Kostoja e naftës tani është rikthyer në nivelet e para njoftimit të armëpushimit dhe pritet që të rritet edhe më tej në ditët në vijim nëse konflikti përshkallëzohet. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kaloi 1/5 e dërgesave të energjisë në botë, është bërë një pikë kyçe e luftës me Iranin, ndërsa dërgesat kanë qenë kryesisht të ndaluara që nga fillimi I konfliktit më 28 shkurt, megjithëse disa vende si India dhe Malajzia kanë negociuar kalim të sigurt për anijet e tyre. Po ashtu një shkak për
premtimin e naftës është edhe fakti se Marina Amerikane po përgatitet të vendosë një blokadë në portet e Iranit pasi bisedimet e paqes dështuan gjatë fundjavës, ndërsa Teherani është zotuar që të hakmerret kundër çdo anijeje ushtarake në ngushtiec. Blokada pritet që të shkaktojë një shtrëngim shtesë në tregjet globale të naftës, pasi Irani përbën afërsisht 4% të furnizimit botëror, pjesa më e madhe të cilit eksportohet në Kinë. Duke bllokuar eksportet e naftës iraniane, Trump mund të ndërpres një burim të rëndësishëm financimi për qeverinë dhe operacionet ushtarake të Iranit. Eksportet e naftës së Iranit ishin të barabarta me rreth 45 miliard dollar vitin e kaluar, ose 13% e prodhimit të brendshëm bruto. Çmimet e energjisë dhe tregjet financiare në të gjithë botën kanë parë luhatje të mëdha në javët e fundit, ndërsa investitorët reagojnë ndaj zhvillimeve në konflikt. Gjermania do të ulë taksat e karburanteve për 2 muaj për të lehtësuar qytetarët dhe bizneset që po përballen me rritje të çmimeve për shkak të luftës në lindjen e mesme. Kancelari Merz tha se pasojat do të jenë afatgjata, ndërsa institutet kryesore kanë ulur pritshmërinë për ekonominë më të madhe të Europës dhe presin një rritje me vetëm 0.6% këtë vit nga 1.3% që ishte parashikimi para nisjes së luftës. Gjermania do të lehtësojë çmimet e karburanteve për konsumatorët dhe bizneset përmes një pakete me vlerë 1.6 miliard euro, duke i dhënë fund debatit rreth reagimit të qeverisë dhe i shtrejtimit të naftës për shkak të luftës në Iran. Taksa e energjisë për naftën dhe benzinën do të ulet me rreth 17 cent për litër për një periudhë 2 mujore, thanë të hënën përfaqësues të Partisë Konservatore CDU dhe partner të koalicionit të qendrës së majtë SPD. Lufta në Iran ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe të furnizimit global me energji dhe një blokadë planifikuar për ngushticën e Hormuzit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shtrenjton më tej çmimet e naftës. Koalicioni i qeverisës gjithashtu ra dakord të lejojë kompanive të paguajnë një bonus deri në 1.000 euro për çdo punonjës pa taksat e pagave dhe tarifat e sigurimeve shoqërore. Kjo mas pritet hyjë në fuqi nga ky vit dhe synon zbutjen e ndikimit të inflacionit që ka filluar tashmë të rritet në Gjermani. Paralelisht, këtë vit pritet të rriten taksat e duhanit për të balancuar uljen e të ardhurave tatimore nga masat e marra për lehtësimin e çmimeve të karburanteve. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se lufta është shkaku kryesor i problemeve për vendin, duke shtuar se do të merren të gjitha masat e nevojshme për të trajtuar problemet e krijuara prej saj. Gjermania, ekonomia më e madhe e Europës, është goditur rënd nga rritja e kostove të energjisë dhe efektet e luftës, sipas kancelarit Merz, mund të jenë afatgjata. Institutet kryesore ekonomike së fundmi ulën parashikimet e tyre të rritjes ekonomike gjermane në vetëm 0.6% nga një parashikim prej 1.3% i bërë para nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Qytetarët e Kosovës thonë se çmimet e naftës janë bërë të papërballueshme, shtrëngimi i karburanteve që prej nisjes së luftës sipas tyre ka çuar edhe në rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe produkteve të tjera. Në kushte të tilla kërkojnë masa urgjente nga qeveria. Çmimet e naftës janë shtrenjtuar dhe kjo sipas qytetarëve në Kosovë është e papërballueshme. Ata kërkojnë stabilizim të çmimeve dhe masa urgjente nga qeveria. Sipas tyre, përpos derivateve të naftës në vend, janë rritur të gjithë produktet bazë ushqimore. Nafta, gjonet ushqimore, kretu vetësi tepër e madhe. Po ka duhet të një përballuar çfarë mund. Pa e përballojmë ka pak me penzie. Si një situatë të papërballueshme vlerëson gjendjen qytetari Shemsi Haliti, ai i ndinjuar përgjegjësinë e hedh tek shteti. Vështira me i përballu, po disi njeri po duhet më gjind edhe ko nuk ishtet shteti këtë të i bën. Si më s'kishtet, atë bëhen sanet këtë shtrejtuan. Edhe për qytetarin Qazim Reçica, kjo situatë ka kaluar të gjithë normat dhe për shkak të kësaj, ai s'po e përdor më makinën si zakonisht. Po me të vërtetë është gjendje shumë e rëndë. Tu nis prej asaj që është kriza, përgjithësi, është me të vërtetë jashtë gjitha norma. Unë mendoj që kjo është katastrofale për gjendje për momentin që gjendemi. Gati që 70% tash me makinë gati që së ndalim, shkaku i krizës po dihet në përgjithësi. Ministria e Tregtisë ka njoftuar se çmimi i naftës me pakice dhe sot do të jetë 1.84 cent për litër, ndërsa benzina 1.44 cent. Këto çmime janë më të larta të regjistruara në Kosovë, edhe se gjendja globale pas luftës në Ukrainë. Qeveria edhe në seancën e fundit parlamentare nuk pranoi rezolutën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, përmes së cilës kërkoi ulje e akcizës dhe heqja e TVSH-s për naftën.
Në Elbasan nuk është reflektuar rritja e çmimit të karburanteve në biletat e transportit publik, pavarësisht vështirësive që raportojnë operatorët e linjave ndërqytetase. Ata thonë se kanë zgjedhur të përgjysmojnë flotën në qarkullim për të përballuar kostot, ndërsa presin stabilizimin e situatës ndërkombëtare. Ndonë se çmimet e karburantit kanë pësuar rritje në Elbasan, kjo nuk është reflektuar në biletat e transportit publik. Operatorët e linjave ndërqytetase thonë se për të përballuar kostot kanë reduktuar numrin e mjeteve në qarkullim, duke shmangur për momentin rritjen e çmimeve për qytetarët. Deri në këtë moment nuk kemi pas lloj ndryshimi. Në këtë moment, tani më vonë jemi duke full nga xhepi për momentin, po presim në mas sa e vështirë. Ka ditë që sot nuk ka marrë 25.000 lekë nga Durrësi, mi koj 40.000 du naftë. Rritja e çmimit të karburantit si pasojë e konfliktit në Iran ka prekur kryesisht sektorin e transportit publik, por edhe pse në Elbasan nuk ka rritje, shqetësimi për të ardhmen mbetet sidomos te mosha e tretë. Jo, nuk e përballojnë dot. E kundra është po s'keqëm çat bëjmë me keqja ime. Po hecim në kon. Do të thonë shumë se ne 2 pleqë jemi në shtëpi. Kështu që në Elbasan, megjithatë, çmimet në tërësi janë mbajtur të qëndrueshme dhe të pandikuara nga konfliktet ndërkombëtare. Forcimi i lekut dhe normat më të ulta të interesit për kredin në monedhën vendase kanë nxitur kredidhënien në lek. Sipas të dhënave të fundit të Bankës së Shqipërisë, huat në lek kanë regjistruar një rritje 2 shifrore në fillim të këtij viti, duke u zgjeruar me më shumë se 15%. Paralelisht, bankat kanë lehtësuar kriteret për marrjen e kredive nga bizneset, duke perceptuar më pak rrezik. Bizneset dhe qytetarët po preferojnë që të marrin kredi në monedhën kombëtare. Sipas Bankës së Shqipërisë, rritja vjetore e saj shënoi 16.7% në tremujorin e 4 të vitit 2025 dhe mbi 15% në fillim të vitit 2026. Ulja e normës së interesit për segmentin e kredisë në lek, orientimi i politikave të bankave për përputhjen e monedhës së kreditimit me atë të ardhurave të kredimarrësit, si dhe një ndërgjegjësim i publikut për rrezikun e kursit të këmbimit, po mbështesin zhvendosjen e shpejtë të strukturës së portofolit të kredisë drejt lekut gjatë viteve të fundit. Kështu prej më shumë se 3 vitesh, kredia në lek po rrit peshën e saj në financimin e sektorit privat, duke përbërë 58.2% të portofolit total. Zgjerimi i kredisë është mbështetur nga kërkesa e lartë për financim, e nxitur nga rritja e aktivitetit ekonomik, kushtet e favorshme financiare, por edhe ecuria pozitive e besimit në ekonomi. Paralelisht me to, bankat kanë lehtësuar standardet e kreditimit për bizneset dhe janë treguar më tolerante në marrjen përsipër të rrezikut, të përkrahura nga rënja e raportit të kredive me probleme ndaj totalit. Rritja e kredisë për biznese u luhat në intervalin 11.3 deri në 11.6% gjatë periudhës tetor 2025 janar 2026, e mbështetur nga kërkesa e lartë e bizneseve dhe kushtet e favorshme të financimit. Kredia për investime shfaqi norma më të larta të rritjes rreth nivelit 14.6% në muajin janar, ndërkohë kredia për likuiditet u ngadalsua në 6.1%, rreth 3% më pak se rritja e shënuar në tremujorin paraardhës. Kjo ecuri ka reflektuar likuiditetin e shtuar të bizneseve, i cili solli edhe shlyrje më të larta të kredisë për kapital qarkullues. Në segmentin e individëve, kreditimi vijoi me norma të larta, ndonse pas muajit tetor ato po ndjekin një tendencë ngadalsuese, përgjithsisht nga kredia për blerje banese, e cila është edhe nën kategoria kryesore e këtij segmenti, me rreth 66% të portofolit. Shqipëria po shndërrohet në një destinacion gjithnjë e më tërheqës për shtetasit e huaj, veçanërisht nga amerikanët. Këta të fundit po e zgjedhin vendin ton jo vetëm për të bërë turizëm, por edhe për të jetuar. Prestigjozja CNN ka publikuar një artikull së fundmi duke i kushtuar një vëmendje të veçantë Shqipërisë edhe për shkak të kostove të përballueshme të jetesës. Ndaj kjo është një arsye që amerikanët po e zgjedhin për të jetuar vendin ton. Shqipëria është kthyer në një vend mjaft tërheqës për të jetuar për shtetasit e huaj. Media amerikane CNN i ka kushtuar një vëmendje të veçantë mundësive që ofron Shqipëria për të jetuar, ku ndërthuren jo vetëm bukuritë e natyrës, por edhe kostot e përballueshme të jetesës. Shqipëria e vendosur në gadishullin ballkanik në Evropën juglindore, shkruan CNN, sipas të dhënave zyrtare, kishte gati 22.000 të huaj me leje qëndrimi në fund të vitit 2024, nga të cilët
më shumë se 3.000 ishin nga Amerika, Afrika ose Oqeania, duke pësuar një rritje me gati 1/4 në krahasuar kjo me vitin 2023. Disa nga arsyet se përse Shqipëria po preferohet janë kërkesat fleksibile të qëndrimit për qytetarët amerikan, të cilët nuk janë të detyruar të marrin vizë ose leje qëndrimi për qëndrime deri në një vit. Përveç kësaj, kostoja e jetesës në Shqipëri është gjithashtu dukshëm më e ulët se në disa vende të tjera evropiane. Kjo sipas CNN është një lehtësi e madhe, ndërkohë që vendet e katërshes së madhe të Evropës, Italia, Spanja, Franca apo Portugalia po aplikojnë politika e migracioni gjithnjë e më të ashpra. Shqipëria ofron një nga regjimet më bujare të vizave në botë për qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në shkrim thuhet se në Shqipëri mund të jetosh me $1.000 në muaj, duke u transformuar po ashtu në një vend të shkëlqyer për të filluar një biznes pune në distancë. Nëse vendos të qëndrosh më gjatë pas atij viti të parë, mund të aplikosh lehtësisht për një vizë nomade digjitale. Interesi i qytetarëve amerikan, por edhe i atyre me shtetësi evropiane për Shqipërinë, lidhet ndër të tjera edhe me natyrën e paprekur vijën bregdetare të bukur, mënyrën e jetesës dhe mikpritjen tradicionale. Ata preferojnë kryesisht qytetet si Tirana, Saranda apo Vlora. Kemi ardhur në fund të Mani Report edhe për sot. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni duke klikuar dhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, pashtu informoni në kohë reale, në valët e radios, në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë që na ndoqët, bashkë ndajemi.